After last week's arrest and release of former Prime Minister of Kosovo, Ramush Haradinaj. Zoti Farhan Haq, pas arrestimit të ish kryeministrit të Kosovës, Ramush Haradinaj, javën e kaluar, bazuar në fletarrestet e Serbisë përmes Interpolit, pastaj kushtëzimin dhe kërcënimin e Serbisë ndaj Francës për ekstradimin e tij. Ditë më parë, Serbia bëri edhe një incident duke dërguar të ashtu quajturin trenin rus për Kosovë me mbishkrime provokative nacionaliste. Kosova është Serbi në 21 gjuhë. Në çka Kosova u përgjigj duke dërguar forcat policore në kufi për të ndalur, ndërsa presidenti serb Nikolić kërcënoi me dërgimin e ushtrisë serbe në Kosovë. Fatmirësisht, çdo gjë përfundoi pa incidente, por shqetësimet, tensionet dhe shija e hidhur mbeti. Çka mund të bën sekretari i përgjithshëm lidhur me këtë dhe cili është qëndrimi i tij, sepse aksionet dhe veprimet e tilla jo që nuk e ndihmojnë pajtimin, por në përkëmbin dhe minojnë dialogun Kosovë-Serbi, të lehtësuar nga Bashkia Evropiane dhe të mbështetur nga Kombet e Bashkuara. Në përgjigjen e tij Radio-Televizionit 21, zëdhënësi sekretarit e përgjithshëm e dënoi incidentin e fjalë dhe apeloi për konstruktivitet dhe gjaktëftësi nga të dyja palët. Organizata e Kombeve të Bashkuara mbështet fuqishëm dialogun mes Prishtinës e Beogradit dhe vazhdon ta mbështesë. Njëherët Kombet e Bashkuara kundërshtojnë dhe dënojnë çdo veprim, qoftë ai edhe verbal, që minon këtë dialog. Ne duam të sigurohemi që palët do të vazhdojnë me dialogun dhe se nuk do të heqin dorë nga ai, porositi zëdhënësi sekretarit e përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Farhan Haq. Radio Televizionin 21 nga New Yorku, Halil Mula.